Këshilli Komunal i Strugës akoma pa kryetar. Kjo për shkak të mosmarrëveshjeve mes VMRO dhe PMN dhe Vlenit. Partia e Mickovskit nuk heq dorë nga kjo pozitë. Nga atje thonë se nëse deri më 30 orë kur duhet të miratohet buxheti nuk e marrin pozitën kreu të këshillit, atëherë do të largohen nga koalicioni me Vlenin në nivel lokal. Soветот кој ќе има и ќе се создадат услови за мнозинство и за избор на председател ќе се изврши. Edhe nga Vleni në Strugë për Alsat thonë se për momentin nuk ka marrëveshje. Ende nuk janë ulur në një tryez të përbashkët, por shpresojnë që shumë shpejt të ketë ndonjë zgjidhje. Nëse jo, thonë se janë të përgatitur të shkojnë në zgjedhje të parakohshme në Strugë. Sipas këshilltarit të LSDM-s, Dimçe Shipinkarovski, problemi është politik, ndërsa përgjegjësia është ata që e kanë formuar koalicionin dhe e kanë marrë drejtimin e komunës. Ai thotë se pozicioni i LSDM-s është i qartë. Mbështesi një proces politik që është transparent, parimor dhe i arsyetuar publikisht, dhe sa ata nuk do të marrin pjesë në marrëveshje të bëra fshehurazi, pa program të qartë dhe pa përgjegjësi ndaj publikut. Nëse deri në mars nuk votohet buxheti për vitin 2026, atëherë ligji parashes zgjedhje të reja për këshilltar. VMRO dhe PMN dhe Vlen në Këshillin e Strugës bashkë kanë 10 këshilltar.